Nderuar shikues, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të lajmeve këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. E nisi me aktualitet. Ky plazh nuk ka vrojtues. Tabela në plazhet publike të Vlorës, sinjali që ju kujton pushuesve të tregojnë kujdes dhe të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre, pasi në këto plazhe mungojnë rojet bregdetare. Kjo bën që pushuesit dhe qytetarët të ndihen të trastuar. Ky plazh nuk ka vrojtues. Kjo është tabela që tashmë haset në plazhet publike të Vlorës përgjatë zonës së Longomares. Një sinjalizim i qartë që bën thirrje pushuesve të tregojnë kujdes maksimal si dhe të mbajnë përgjegjësi për sigurinë e tyre, pasi në këto plazhe mungojnë rojet bregdetare. Ngjarjet tragjike të regjistruara së fundmi në Velipoj dhe Durrës, ku humbën jetën pushues, tregojnë edhe një herë domosdoshmërinë e pranisë së vrojtuesve të plazheve dhe sigurisë së jetës. Megjithatë, në plazhet publike të Vlorës, ato vijojnë të mungojnë, duke rritur ndjeshëm rrezikun për qytetarët si dhe turistët. Pushuesit dhe qytetarët e pyetur nga Blu Televizion shprehen se siguria duhet të jetë prioritet, por theksojnë se nuk ndjen të sigurt në mungesë rojeve bregdetare. Ata e lidhin këtë problematik edhe me faktin se në Vlorë hapësirat publike për plazhe janë të kufizuara, çka sjell edhe një përqendrim më të madh të pushuesve në zonat e lira. Në plazhet publike mungojnë vrojtuesit. Duhet të ketë vrojtues? Po, si duhet të ketë vrojtues? Çak. Ku ka pa vrojtues? Po këtu s'ka plazh publik fare. Po s'ka plazh publik. Ja, ky ka qenë plazh publik, bë privat. Çfarë plazh? Ku më thuaj mua ti, një territor, na kanë lënë ato të mbinë në shkarkimit të ujëra. Është turp i madh. Plazh publik. Pasaqi. Turp i madh Bashkia e Vlorës. Nuk lë një cop vend për plazh qytetar të saj. Ka vënë një tabelë aty dhe thotë nuk ka roje në këtë plazh, po këtu vinë dhe fëmijë. Shumë gabive. Të vendosi roje bashkia. Derisa është plazh publik, përgjigjet bashkia. Gjithë njerëzit që vijnë këtu janë taksapagues. Tu s'ka as roje, as banjo, as ujë, as gjë. Këtu nuk ka plazh publik. Ajo që ishte 50-40 çadra që ishin 10 e par 10, i kanë marrë të tjerët, nuk ekziston plazhi publik. Në shiko tabelën këtu ti. Tabela gënjen se këtu s'ka plazh publik. Hapësira boshe midis këtyre shezlloneve do ketë, po aja, ka gjë këtu publike, s'ka gjë. Ka vënë gjë bashkia. Bashkia duhet vinte 100 çadra. Pastaj gjitha hotelet janë këtu, kanë 5 dhoma, kanë marrë nga 50 çadra. Të gjitha pa përjashtim. Mungesa e rojeve bregdetare mbetet një shqetësim real për plazhet publike të Vlorës. Në një sezon me fluks të lartë turistësh, prania e tyre konsiderohet një domosdoshmëri për garantimin e sigurisë së jetës, ndërsa vetë pushuesit kërkojnë masa konkrete nga institucionet përgjegjëse për të shmangur ngjarje të rënda. Mjediset e projektit Shtëpia e Pavarësisë prej kohësh kanë rënë pre e dëmtimeve si mungesë e kulturës qytetare, por nga ana tjetër institucionet përgjegjëse për kujdesin dhe ruajtjen e tyre e shoqërojnë dukurinë me heshtje. Edhe pse inauguruar 4 vite më parë, Parku i Shtëpisë së Pavarësisë sot prezanton probleme të shumta. Për projektet e rëndësishme infrastrukturore të cilat janë ndërtuar vitet e fundit nuk ka asnjë përkujdesje. Pushteti lokal dhe ai qendror mjaftojnë me ndërtimin e këtyre projekteve dhe më pas askush nuk kontribuon për ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre. Ata të cilët i frekuentojnë këto projekte janë ndërtohet edhe Parku i Shtëpisë së Pavarësisë, thonë se duhet bërë më tepër që këto projekte të mbrohen nga dëmtimet. Sipas qytetarëve, projekti tek Muzeu i Pavarësisë ka rënë pre dëmtimeve të shumta si mungesë e kulturës qytetare. Nëse vijohet me këto ritme, qytetarët thonë se ai rrezikon të dalë jashtë funksionit, ndaj duhet bërë më tepër që të tilla vepra të rëndësishme t'i trashëgojmë në breza. Po këtu njëherë për njëherë mirë duket, po të shfrytëzohet. Pse nuk shfrytëzohet? Po ja gjithkohë sa i moli aty ka qenë bosh. Tashin me armë duket do kanë bërë një përplasje ata që i kanë lejuar të futen atje. Po ja privati kështu ka. Ata kanë para privat, që marrin. Çfarë mungon? Tash këtu se vaj të drejtën mungojnë gjitha, nuk mungon një. Po nuk shërbet. Çfarë duhet bërë?
Ca punë di bashkia. Investime, ja, ujë, s'ka të dhe ujë atyre gjëra. Andaj më ta, këto gjitha herëtarë janë bërë. Ata vetëm pastorin punon që në njëherë që del kamera i shikon që punon bashkia, punon në pastrimi gjitha, andaj po këte, ja, për i vetë janë. Qatë të me kemi vajtë vëndet tjera, jashtë shtetit kemi parë bukuria të ralla. Kjo është për rinë, për brezin e ri. Ndajnë ato gjëra. Shikoj, ja tha gjitha andaj. Leqë atë, ajo dhe ma ta niku me një eroj, atë e mori Sajmir Manja, e dira unë qa bëjnë ata, merë dhe shepun qa bëjnë ta. E kështu kjo punë, ja thërë gjitha ato. Kështu këtë vënd e mori lumin, s'merë dhe shë punë. Po, momenti kur ndërtohen, njerëzit janë të gëzuare, janë entusiaste. Megjithatë, kujdesi për të ruajtur të mirën e të bukurën mungon në përgjithësi. Po, normale se Bashkia e Vlorës, ajo është përgjegjësia kryesore për këto. Se nuk do vi qeverisja qendrore të përgjigjet për gjitha rrethet. Këtu është qeverisja vendore, ajo është kryesoria për to, edhe për mirëmbajtjen, edhe për trajtimin, po edhe për mbledhjen e detyrimeve që kanë. Veçanërisht qytetari vetë ndërgjegjësohet gjithnjët që nga fëmijët në shkollë, që nga familja që është baza. Parku i Shtëpisë së Pavarësisë u inaugurua 4 vite më parë, por megjithëse është një projekt mjaft i ri, dëmtimet në të janë të shumta. Këndalora është të dëmtuara, pemë që po rrezikojnë të bien, bimësi pa sistem, vaditje dhe ky është imazhi që ky vend të ofron sot. Prokuroria e Vlorës ka urdhëruar kryerjen e kontrolleve të befasishme në shtëpinë e ish zyrtarëve të hipotekës së Vlorës dhe në zyrat e vet institucionit, ku në fokus ka qenë tjetërsimi i pronave. Prokuroria e Vlorës ka urdhëruar kryerjen e disa kontrolleve të befasishme në shtëpinë e ish zyrtarëve të hipotekës së Vlorës dhe në zyrat e vet institucionit, ku në fokus ka qenë tjetërsimi i pronave. Ata janë justifikuar për shkak të hetimeve që janë duke u lidhur me një dosje penale që ka objekt hetimi, tjetërsimin e pronave në Bregdetin e Orikumit, radhimës dhe zonës së Dukatit. Oligark të fuqishëm të lidhur dhe me banor vendas kanë tjetërsuar dhe më pas hipotekuar sipërfaqe të tëra toke bujqësore, duke nxjerrë jashtë loje pronarët që kishin fituar nga astrat e tokës me ligjin 7501. Siç mësohet, kallëzimi është depozituar nga një grup banorësh të Kuvendit të Orikumit, radhimës dhe Dukatit, jo vetëm në prokurorinë e Vlorës, por dhe në SPAK, për akuzat e shpërdorimit të detyrës, falsifikimit të dokumenteve në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Kallëzimet janë kryer vitin e kaluar dhe pas një kohe verifikimesh është arritur në konkluzionin që të realizohen kontrollet në disa banesa të ish zyrtarëve dhe në zyrat e hipotekës së Vlorës. Nuk dihet me saktësi nëse janë gjetur sende me vlerë për hetimin dhe dokumente që lidhen me këtë hetim, por ndaj këtij rasti hetimet vijojnë të jenë në dinamike sipër. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Vlorë ka nisur një fushat ndërgjegjësuese për garantimin e sigurisë ushqimore. Sipas kreut të AKU Vlorë Endri Hyseni, fushata synon jo vetëm ndëshkimin e shkelësve, por dhe bashkëpunimin e të gjitha subjektet për respektimin e standardeve të sigurisë ushqimore. Krahas masave dhe kontrolleve në të gjitha subjektet tregtare gjatë sezonit turistik, jo vetëm në ato që ushtrojnë aktivitet për gjatë vijës bregdetare, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Vlorë ka nisur dhe një fushat ndërgjegjësuese për garantimin e sigurisë ushqimore. Kreu i këtij autoriteti në Vlorë, Endri Hyseni, bën të ditur se kjo fushat do të vijojë deri në 15 shtator. Sipas tij, qëllimi nuk është vetëm ndëshkimi i shkelësve apo vendosja e masave administrative, por mbi të gjitha bashkëpunimi me të gjithë subjektet për respektimin e standardeve të sigurisë ushqimore. Hyseni u bëri thirrje qytetarëve dhe turistëve të bashkëpunojnë me institucionin, duke denoncuar çdo rast problematik apo shkelje që mund të konstatojnë. Plani i masave është i hartuar për gjithë periudhën e sezonit turistik deri në 15 shtator. Siç e thash, do të ketë inspektime të thelluara për gjithë komponentët që përmban vetvete inspektimi, por dua të theksoj dhe sepse gjithashtu domethënë përveç inspektimeve nuk mund të themi se do ta garantojmë në mënyrë më të mirë të mundshme vetëm duke i inspektuar apo duke i ndëshkuar këto subjekte. Një nga elementët e rëndësishëm të këtij plani masash është edhe paketa ndërgjegjësuese, e cila ka të bëjë me ndërgjegjësimin e konsumatorëve, me ndërgjegjësimin e operatorëve të biznesit ushqimor nëpërmjet fushatave informuese
edhe nëmjet fushatave sensibilizuese, neve jemi në teren me një grup të ardhur nga drejtoria e përgjithshme, cilët po sensibilizojnë gjithë operatorët dhe konsumatorët për të dhënat e produktit, për garancinë që mbartë produkti, për të lehtësuar gjithë ato elementet të cilët përmban produkti në etiketën e afishuar në produkt të miratuar nga autoritetet kombëtare të ushqimit. Dhe kjo mendoj se ta ndihmojë më së miri, si të thuash, të gjithë veprimtarinë tonë për të patur një sezon turistik sa më të mbarë dhe një shëndet të plot për gjithë konsumatorët e qarku Vlorës. Një periudhë fundit ju thatë që do të jetë më tepër fushatë përgjegjësuese me atë gjatë këtyre ditëve janë mbërritur problema, por shëndet shpejt jemi thjesht në kuadrin e kontrollave aktualisht. Ne jemi në fazat e para, shpejt do të kemi edhe një raportim të situatës, përgjithsisht nuk janë vërritur element të cilët cënojnë sigurinë ushqimore, por kjo mbetet për të parë në ditët në vijim, se siç e thash jemi në hapat e para, do të kemi edhe një raportim për të gjithë. Duhet përfitoj edhe nga rasti që të bëj thirrje të gjithë qytetarëve, të cilët hasin vështirësi apo hasin problematika, të cilat kanë të bëjnë me cënimin e garantimit të sigurisë ushqimore, janë të lutur që menjëherë të kontaktojnë autoritetin dhe të bëjnë pjesë e punës sonë të përditshme, që edhe neve në një farë mënyrë të jemi sa më prezent në terren. Siguria ushqimore mbetet një nga prioritetet kryesore gjatë sezonit turistik. Për këtë arsye, krahas inspektimeve të vazhdueshme në terren, AKU ka ndërmarrë një fushatë ndërgjegjësuese me synim për të parandaluar problematikat dhe për të garantuar shërbime sa më cilësore e të sigurta për qytetarët dhe turistët. Ishulli i Sazanit dhe Gadishulli i Karabrunit vijojnë të mbeten ndër destinacionet më të kërkuara gjatë këtij sezoni turistik. Çdo ditë qindra turistë, vendas dhe të huaj nisen me gomone, skafe dhe anije turistike, ndërsa e cilësojnë këtë tur një përvojë të paharrueshme. Sazani dhe Karabruni destinacionet më të preferuara të turistëve këtë sezon veror. Ishulli i Sazanit dhe Gadishulli i Karabrunit vijojnë të mbeten ndër destinacionet më të kërkuara të këtij sezoni turistik. Për çdo ditë qindra turistë, vendas dhe të huaj nisen me gomone, skafe dhe anije turistike drejt tyre perlave të Bregdetit të Vlorës, të tërhequr nga yjet e kristalta, plazhet e virgjëra dhe natyra e paprekur që ato ofrojnë. Për shumë turistë huaj që zgjedhin Vlorën për pushime verore, vizita në Sazan dhe Karabrun është tashmë një ndalesë domosdoshme. Ata cilësojnë këtë tur si nga përvojat që duhet përjetuar patjetër gjatë qëndrimit për pushime në qytetin bregdetar të Vlorës. We're from Poland. You're from Poland? Yeah. And you go now in island, in Sazan Karabrun? Yes, we go to island Sazan. Jam e të fejuarën time. Kemi ardhur nga Polonia dhe më duhet të them se më pëlqen shumë. Një shëtitje në anije nuk mund të mungonte, jam shumë kurioz. And you are the first time? Yes, we are for the first time and we love it. All of Albania and their culture. I'm from Poland. You are family? You are family? Okay, Poland. Kemi ardhur si familje nga Polonia, kemi zgjedhur Shqipërinë. Për mua është hera e dytë, kisha dëgjuar për Sazan, Karaburun dhe këtë radhë po e vizitoj. Është një tur që ma rekomanduan dhe jam këtu. You know something for Sazan, Karaburun or not? No. Poland. And you are first time in Albania or not? Yes. The first time. Jam nga Polonia, vi për herë të parë dhe sot zgjodha këtë tur. Jam mjaft kurioz për të parë natyrën dhe plazhet. Natura. Yeah, the South Island. Edhe unë nga Polonia, jam me familjen dhe deri tani po më pëlqen. Ndërsa sot jemi në një udhëtim të veçantë. Time we will see what is there. There are many bunkers in there, right? So we want to see them. Edhe fushuesit vendas, të cilët mbrin kryesisht gjatë fundjavave në Vlorë, kanë kthyer Sazanin dhe Karabrunin në destinacionin e tyre të preferuar, në destinacionin e parë për pushime. Ata zgjedhin të kalojnë një ditë mes bukurive natyrore, ujrave të pastra dhe plazheve të veçuara që ofrojnë këto zona. Me sezonin veror, kërkesa për udhëtime detare drejt Sazanit dhe Karabrunit është rritur ndjeshëm, duke i konfirmuar edhe një herë si dy nga atraksionet më të vizituara të turizmit bregdetar në jug të Shqipërisë. Në mbledhjen e fundit, qeveria ka vendosur që të gjitha pensionet e pleqërisë, pensionet e veçanta si dhe përfitimet e tjera të skemës së sigurimeve shoqërore të indeksohen me 2.7% duke nisur nga data 1 korrik. Nga muaji korrik nisi indeksimi i pensioneve që sipas vendimit të qeverisë këtë vit do të jetë me 2.7%. Indeksimi u ofrua për muajin korrik për shkak të rritjes së inflacionit, ndikuar edhe prej luftës së lindjes së mesme, si dhe do të përfitojnë rreth 900.000 qytetar.
Me këtë indeksim, pensionet urbane rriten me 543 lek në muaj, ndërsa ato rurale me 320 lek. Nga një kuriku pensionet du të indeksohen me 2.7%, vendimi u miratua në mbledhjen e qeverisë që parashikon amortizimin e kostove të rritura për pensionistët sipas inflacionit të lartë, veçanërisht gjatë këtij viti. Indeksimi konsiderohet kompensim për çmimet e rritura, veçanërisht gjatë këtij viti kur inflacioni ka përcjell 3% për shkak të luftës në lindjen e mesme, që solli menjëherë edhe shtrenjtim të karburanteve si dhe produkteve të tjera edhe në Shqipëri. Kjo ishte edhe arsyeja e indeksimit të pensioneve në korrik dhe jo në muajin tetor, siç ishte për tradit prej disa vitesh. Me këtë indeksim prej 2.7%, që është 0.2% më i lartë se ai i tetorit të vitit kaluar, pensionet urbane të pleqërisë shtohen mesatarisht me rreth 543 lek në muaj. Nëse marrim si referencë vlerën mesatare të kësaj kategorie, që në fund të 2025-s ishte 20.123 lek, ndërsa për pensionet rurale shtesa është 320 lek, pasi pensioni mesatar rural në fund të vitit kaluar ishte 11.878 lek. Praktikisht me këtë indeksim, pensioni urban shkon në 20.660 lek dhe ai rural në 12.107 lek. Nis shfarosja e mushkonjave tigër në një aksion disinfektimi në qarkun Fier. Miraha, Laguna, Parqe dhe kanale si dhe tjetra bodrume e Puseta i janë nështruar procesit të dezinfektimit nga specialistët e shëndetit publik. Dezinsektohet Myzeqeja kundër mushkonjës tigër, specialistët e shëndetit publik në terren në të gjithë qarkun e Fierit. Mira, Laguna, Parqe dhe kanale si edhe dhjetra bodrume Puseta po dezinsektohen në qarkun e Fierit nga specialistë të shëndetit publik në të gjithë territorin. Synimi është vrasja e larvave dhe mushkonjave, ku më e rrezikshmja është mushkonja tigër, e njohur si vektori për hapjes së malarjes dhe etheve të Nilit. Puna për dezinsektimin ka nisur me monitorimin e vatrave të larvave, që janë kryesisht Parqet, Lagunat dhe kanalet vaditëse. Faza e dytë që ka nisur sot është hedhja e insekticidit biologjik për të zgjesuar larvat e mushkonjave në këto mjedise, por edhe në bodrume Puseta. Zhvilluar procesin e dezinsektimit në qarkun e Fierit, është një proces i cili zhvillohet nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Fier, kryesisht në zonat legatinore bregdetare, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe me operatorin ekonomik. Fokusi jon kryesor janë kanalet, pellgjet, lagunat, parqet, të cilat janë me ujë të indonuar dhe janë zona konkrete të cilët rriten larvat e mushkonjë, burim infeksioni. Zakonisht jemi në luftimin e mushkonjës tigër, e cila bën të përhapur, është vektor kryesor për përhapjen e sëmundjeve infektive. E famshmja efet e Nilit, ajo është ka? Një nga sëmundje, por mund të shfaqet dhe malarie, mund të përhapi malarien, janë njësër një... Pra është një mushkonjë, një lloj specieje që shkakton sëmundje infektive. Bën të mundur përhapjen e sëmundjeve infektive. Që ta kuptojmë, pra duke pickuar njerëzit, ajo shkakton përhapje të sëmundjeve infektive. Ndërkohë, kemi dhe atë ruajtjen e ekuilibrit, pra ju përdorni metoda biologjike? Përdorni metoda biologjike për luftimin e këtyre... Për luftimin e për larvat. Për luftimin e... Për të luftuar këtë mushkonjë, përdoren metoda të biologjike për ruajtjen e biodiversitetit në radhë të parë dhe pastaj për luftimin e larvave dhe mushkonjave. Këtu në këtë fazë jemi në luftën ndaj larvave, apo jo? Po, jemi në luftën sot jemi në procesin e dezinsektimit. Një ditë më përpara kemi bërë monitorimin entomologjik, kemi ardhur, kemi numëruar larva që ndodhen në kanal, dhe më pas, sot do bëjmë procesin, dhe më pas është edhe një fazë 3 që quhet monitorim entomologjik pas procesit, që ne verifikojmë që ky proces ka rezultuar suksesshëm apo jo. Zonat me sipërfaqen më të madhe ku po kryhet dezinsektimi janë Divjaka me 11 ha, Parqe e Lagun, Semani dhe Darzeza me 3 ha dhe Fieri me 1 ha. Përveç parqeve dhe lagunave, po dezinsektohen edhe 13 ha kanale dhe pellgje në të gjithë qarkun, si edhe qindra metra katror bodrume e Puseta. Dezinsektimi është një proces që nis që në qershor dhe përfundon në fund të tetorit. Një masë domosdoshme jo vetëm për mbrojtjen e shëndetit të pushuesve, por të banorëve në Myzeqe, e njohur për problemet që shkaktonin mushkonjat në të kaluarën, si përhapës të malarjes, një sëmundje e cila ka lënë pas trashëgiminë e anemisë mesdhetare në 90% të banorëve të Myzeqes.
Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes ndaj mesazheve mashtruese që qarkullojnë, të cilat paraqiten në mënyrë të reme si njoftime nga policia apo shkelje të pretenduara për qarkullimin dhe pagesa gjobash. Dhe Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes ndaj mesazheve mashtruese që po qarkullojnë, të cilat paraqiten në mënyrë të reme si njoftime nga policia rrugore për shkelje të pretenduara të qarkullimit dhe pagesa gjobash. Sipas AKSK-s, këto mesazhe dërgohen nga numra të huaj dhe përmbajnë lidhje të dyshimta, afate të shkurtra për kryerjen e pagesës, kërcënime për masa administrative, si dhe oferta për ulje të vlerës së gjobës. Qëllimi i tyre është të krijojnë ndjenjë urgjente dhe të nxisin qytetarët të klikojnë në lidhje të reme ose të japin të dhëna personale dhe financiare. Autoriteti këshillon qytetarët të mos klikojnë në lidhjet e përfshira në këto mesazhe, të mos u përgjigjen kërkesave për konfirmim apo dërgim të dhënave personale, si dhe të verifikojnë çdo njoftim vetëm përmes kanaleve zyrtare të institucioneve. Gjithashtu, AKSK rekomandon bllokimin e numrit të dërgues dhe raportimin e mesazhit si spam. Në rast se qytetarët kanë vendosur të dhëna bankare në këto faqe mashtruese, ata menjëherë duhet të kontaktojnë bankën përkatëse për të marrë masat e nevojshme. Autoriteti rikujton se institucionet publike nuk kërkojnë pagesa, kode sigurie, fjalkalime apo të dhëna bankare përmes lidhjeve të dërguara nga numra të panjohur. AKSK u bën ashtu apel qytetarëve të mos veprojnë nën presion dhe të verifikojnë çdo njoftim përpara se të klikojnë në një lidhje të panjohur. Tingujt e një natë vere, koncerti i Orkestrës Simfonike të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit krijoi një atmosferë të veçantë artistike mbrëmjen e së premtes në zemër të shititores bregdetare të Vlorës. Koncerti mblodhi qindra qytetarë dhe turistë duke afruar kështu publikun me artin dhe muzikën klasike. Tingujt e një natë vere, koncerti organizuar nga Teatri Petro Marko krijoi një atmosferë të veçantë artistike në zemër të shëtitores bregdetare të Vlorës, duke mbledhur qindra qytetarë dhe turistë në një mbrëmje kushtuar muzikës. Në dirigjimin e maestro Legarapit, Orkestra Simfonike e Teatrit Kombëtar të Operas, Baletit dhe ansamblit popullor interpretoi një repertor të përzgjedhur me vepra të njohura, duke dhuruar emocione të forta dhe duartrokitje të gjata nga publiku. Në skenë u ngjitën soprano Renisa Laçka dhe Nina Muho dhe tenori mirënjohur Josip Gjipali, interpretimet e të cilëve u pritën me entuziazëm nga të pranishmit. Koncerti u ndoqi dhe nga dhjetra turistë huaj, të cilët patën mundësinë të shijonin nga afër një mbrëmje të veçantë artistike në Bregdetin e Vlorës. Të emocionuar pas performancës, soprano Nina Muho dhe tenori Josip Gjipali u shprehën të lumtur që kënduan në qytetin e tyre, duke theksuar se ky është vetëm fillimi i një sër aktivitetesh artistike që do të pasurojnë sezonin turistik në Vlorë. Është një kënaqësi dhe shpresoj që ky sezon të jetë sa më i mbushur me aktivitete, pasi njerëzit e dim të tërë tashmë nuk kanë më nevojë vetëm të lahen në det dhe të rinë në diell, por kanë nevojë për aktivitet, për të argëtuar edhe për gjithçka tjetër. Kemi disa plane për të ardhur edhe kemi mbështetjen pa diskutim të bashkisë dhe të gjithë instancave drejtuese dhe nuk dua t'i zbuloj tash, t'i lëm surprizë, po kemi edhe gjëra tjera të bukura gjatë sezonit. Është kënaqësi e veçantë gjithmonë që të ndodhesh në Vlorë, në shtëpinë time, sidomos në sezonin veror dhe ku më bukur se sa në një pamje pranë detit. Është një koncert i jashtëzakonshëm sepse jemi 3 artistë të muzikës klasike, tashmë të promovuar dhe për mua është kënaqësi e veçantë që do të ndaj skenën me ta. Është një repertor shumë i bukur që do të luhet, do të na bashkangjitet orkestra e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit me dirigjent Oleg Arabi. I jashtëzakonshëm sepse e don shumë artin dhe jo vetëm që e ndjen atë, po ka gjithmonë sa herë që unë kthehem shoh që interesi është gjithmonë i shtuar dhe janë të etur për të parë muzikë apo koncerte të realizuara me cilësi. Nga ana e tij, dirigjenti Oleg Arapi vlerësoi profesionalizmin e orkestrës dhe bashkëpunimin me solistët, duke theksuar se koncertet të tilla i japin një tjetër dimension jetës kulturore të qytetit dhe afrojnë publikun me artin e muzikës klasike. Kënaqësia ime që vi në vendin tim. Është një koncert të cilin e organizon
Petromarko i Vlorës, teatri i famshëm i Vlorës, në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës dhe me teatrin e operës dhe baletit. Është më tepër vlera e Vlorës se sa e teatrit, sepse Vlora ka bërë të mundur ardhin e teatrit këtu. Dhe në një farë mënyre ka vlerë dhe drejtori i teatrit të operës që kemi vlonjat, Auloni, dhe padyshim që është një bashkëpunim shumë i këndshëm, aq më tepër gjithë artistët pothuajse solist janë gjithë vlonjat. Duke filluar nga mjeshtri Josif Gjipali, duke vazhduar me Nina Muo, duke vazhduar me Renisa Laçkën dhe një këngëtare shumë e mirë që ka dalë në skenë pothuajse shumë herë dhe me një tarme shumë të madhe që është Ardita Ameni. Tingujt e një nate vere e shndroi Lungomare në një skenë të hapur arti, ku muzika klasike u ndërthur me atmosferën e mbrëmjes verore. Koncerti u mirëprit nga publiku vlonjat dhe vizitorët e huaj, duke dëshmuar se aktivitetet të tilla jo vetëm pasurojnë jetën kulturore të qytetit, por promovojnë Vlorën edhe si një destinacion të rëndësishëm për turizmin kulturor. Qendra historike e fshatit Dërmi është deklaruar si një pasuri kulturore paluajtshme në mbështetje të ligjit për trashëgiminë kulturore dhe muzet, ndërsa është përcaktuar dhe zona mbrojtëse e saj në kuadër të masave për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për deklarimin si pasuri kulturore të paluajtshme të qendrës historike të fshatit Dërmi, duke përcaktuar njëkohësisht edhe zonën mbrojtëse të saj në kuadër të masave për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Vendimi u mor në mbështetje të Kushtetutës dhe ligjit për trashëgiminë kulturore dhe muzet, me propozim të Ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gunxhja. Gjithashtu qeveria miratoi edhe planin për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e qendrës kulturore të Dërmiut dhe zonës mbrojtëse, i cili do të shërbejë si dokument i bazë për menaxhimin e kësaj pasurie kulturore. Vendimi parashikon gjithashtu që Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor të publikojë hartat e qendrës historike dhe të zonës mbrojtëse në gjeoportalin kombëtar, ndërsa Agjencia Shtetërore e Kadastrës të bëjë regjistrimin e tij sipas legjislacionit në fuqi. Për zbatimin e vendimit janë ngarkuar Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe Bashkia Himar. Ndërkohë vendimi do të hyjë në fuqi menjëherë pas votimit në fletoren zyrtare. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ. Bashkë miru takofshim.